Përshëndetje të gjithëve të nderuar të shikues, në edicioni orës 16, pas pak në lajme do të ndiqni. Nga Tivati, ku po merr pjesë në samitin Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor, kryeministri Rama deklaroi se nuk ka projekt të miratuar për Zvërnecin dhe se pas protestave është Irani. Ai u shpreh gjithashtu se Evropa duhet të shkojë drejt integrimit gradual. Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike nuk do përfshihet në protestën për Zvërnecin, theksoi se ka një plan konkret aksioni kundër qeverisë, të cilin e akuzoi se është përfshirë në afera korruptive. Presidenti e Komisionit Evropian, von der Leyen, tha se Shqipëria është duke përparuar shpejt me reformat dhe po i afrohet vijës së finishit për të antarësuar në BE. Ajo rekomandoi vijimin e reformave. 3 armë, mes të cilave dhe Kalashnikovi që mendohet të jetë përdorur për vrasjen e efektivit Enea Mekolli, u gjetën në stanin ku ishte fshehur Violant Braçellari, sipas AMP-s, nuk ka pasur shkelje në procedurën e organizimit të operacionit. Dhoma e përfaqësuesve në SBA miratoi një paketë të re mbështetjeje për Ukrainën. Votimi u sigurua fal mbështetjes së demokratëve dhe një grupi republikanësh që u shkëputën nga linja e partisë. Dhe njëjmë tani më gjerësisht me materialet e përgatitura nga Tivati, ku po marr pjesë në samitin Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor. Kryeministri Edi Rama deklaroi se nuk ka projekt të miratuar për Zvërnecin dhe se pas protestave qëndron Irani. Ai u shpreh gjithashtu se Evropa duhet të guxojë dhe të shkojë drejt integrimit gradual. Edhe në Tivat, ku mori pjesë në samitin Ballkani Perëndimor Bashkimi Evropian, kryeministri Edi Rama foli për investimin në Zvërnec dhe protestat që po zhvillohen prej disa ditësh poshtë zyrës së tij. Kreu i qeverisë përsëriti qëndrimin se nuk ekziston asnjë projekt i miratuar. Nuk mund të diskutojmë për diçka që nuk ekziston, por që paraqitet në rrjetet sociale përmes një lufte hibride kundër Shqipërisë dhe kundër narrativave të rreme. Një prej tyre pretendon se projekti nuk është ai që thuhet, por një marrëveshje mes meje dhe Benjamin Netanyahut e ndërmjetësuar nga Jared Kushner për të sjellë palestinezët në Zvërnec. Nuk ka ende projekt, nuk ka arsye për shqetësim dhe arkitekt, inxhinier e peizazhist, ndër më të mirët në botë, janë të angazhuar në këtë nismë. Qëllimi nuk është dëmtimi i natyrës, por krijimi diçkaje unike që do të jetë e jashtëzakonshme për shqiptarët dhe një dhuratë e Shqipërisë për Europën. Sipas kreut të qeverisë, ky nuk është vetëm debat mjedisor, por dhe çështje një lufte hibride. Rama akuzoi regjimin iranian se po shpërndan dezinformata. Ka armiq të Shqipërisë që njohim mirë, regjimi iranian, i përfshirë prej kohësh në sulme kibernetike kundër vendit tonë, është pjesë e përpjekjeve për të përhapur narrativën se projekti synon sjelljen e palestinezëve nga Gaza në Shqipëri. Kjo narrativ ka marrë shumë vëmendje. Janë shpërndar video të rreme me qindra mijëra kshikime, ku pretendohet se shqiptarët brorasin Israel go home. Këto janë të gjitha të rreme. Rama u ndal edhe tek integrimi gradual, për të cilin tha se Europa duhet të gjejë kurajon për të pranuar antar të rinj. Besoj se Europa, për veten e saj para së gjithash, duhet të jetë më e guximshme, duhet të ruaj procesin e bazuar në merit, duhet të ecë drejt integrimit gradual. Nëse Europa dëshiron të dërgojë një mesazh të fortë botës dhe të jap energji vetes, duhet të thotë se ashtu siç jemi sot, të gjithë rreth të njëjtës tryezë, duhet të jemi gjithmonë aty, secili me statusin e vet, derisa të bëhemi antar të plotë. Kur foli për propozimin franko-gjerman, Rama solli si shembull ish-kancelarin gjerman Koch, i konsideruar si një nga arkitektët kryesor të ribashkimit të Gjermanisë. Kur ra muri i Berlinit, ai burri madh nuk u tha gjermano lindorëve, tani ju duhet të kaloni 35 kapituj para se të jeni bashk. Ai tha, ne jemi bashk dhe më pas do t'ju ndihmojmë të kaloni procesin, të gjithë bashk rreth tavolinës, por secili duhet të përmbush punën dhe detyrat e tij që të marrë më shumë nga tavolina. Su tha fëmijëve rrit e fqinjët derisa të jesh gati për të ngrënë me ne. Fëmijët që ndrojnë të gjithë bashk. Tashmë biseda ka avancuar me dokumentin franko-gjerman. Shpresoj që dy miqtë e mi të mëdhenj dhe liderët e respektuar të Francës dhe Gjermanisë të gjejnë më shumë energji për të qenë më shumë si Helmut Kohl dhe François Mitterrand. Ndërsa pyetjes mbi një parashikim për afatin e antarësimit, Rama ju përgjigj me një batutë. Kur Shqipëria do të antarësohet në Bashkimin Evropian, ka 3 gjëra që nuk mund t'i parashikosh: Zotin, seksin dhe Bashkimin Evropian.
right? God, sex and the EU. Gjatë qëndrimit në Tivat, kryeministri u takua edhe me homologun holandez Rob Jetten. Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike nuk do përfshihet në protestën për zvërnecjen. Ai theksoi se ka një plan konkret aksioni kundër qeverisë. Respektim të plot ndaj protestuesve të qytetarëve. Ky është qëndrimi i kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha ndaj tubimeve të zhvilluara prej disa ditësh para kryeministrisë kundër investimit në Zvërnec. Kryedemokrati tha se Partia Demokratike nuk përfshihet në protestën e qytetarëve, pasi ka agjendën e saj të aksioneve kundër qeverisë. Qëndrimi ynë është respektimi i plot i protestës. Ne mbështesim plotësisht të drejtën e çdo qytetari për protestë, në mënyrë të palëkundur. Nuk është e thirrur nga Partia Demokratike dhe nuk ka asnjë thirrje që të mbështetet nga Partia Demokratike. Nuk kemi asnjë tendencë, nuk mund të marrim përsipër asnjë hap i cili mund të krijojë debat të çfarëdo lloji. Vrasjen e efektivit të policisë në Lozhan të Maliqit e cilësoi si të sponsorizuar nga shteti, ndërsa kërkoi hetim të plot nga autoritetet dhe nga Komisioni i Sigurisë në Parlament nëse operacioni për arrestimin e autorit është dekonspiruar. Dënoj me forcën më të madhe të krim të shëmtuar i sponsorizuar nga shteti i lidhur kë me kokë me krimin. I bëj thirrje dhe prokurorisë hetoj të kontrollohen mirë të gjitha komunikimet që vrasi ka patur për të parë nëse kemi një dekonspirim të operacionit apo jo. I u rikthye akuzave për korrupsion ndaj qeverisë, duke thënë se kryeministri Edi Rama ka mbyllur dosjet e aferave që hetohen nga SPAK, por theksoi se opozita do të vijojë denoncimet për çdo shkelje të ligjit. Nga Tivati, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se Shqipëria është duke përparuar shpejt me reformat dhe po i afrohet vijës së finishit për t'u anëtarësuar në Bashkimin Evropian. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha nga samiti i Tivatit se Shqipëria po ecën shumë mirë duke përparuar me reformat dhe po i afrohet vijës së finishit për t'u anëtarësuar në Bashkimin Evropian. Ajo u rekomandoi Tiranës dhe Podgoricës që të qëndrojnë të përqendruara në rrugën e reformave të integrimit. Dua të them se Shqipëria po ecën shumë mirë duke punuar shumë fort me reformat duke përparuar shpejt. Kjo është për t'u vlerësuar. Shqipëria dhe Mali i Zi po bëjnë të gjitha hapat e nevojshme për të ecur përpara. Unë ju rekomandoj që ato të qëndrojnë të përqendruara në rrugën e reformave. Mali i Zi dhe Shqipëria po ecin shumë mirë dhe po i afrohen vijës së finishit. Zgjerimi është një proces i bazuar në merit, por nëse këto shtete i përmbushin reformat, meritojnë që të ecin përpara dhe më në fund të jenë anëtare të Bashkimit Evropian. Shqipëria synon anëtarësimin në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Në samitin e Tivatit me SBE dhe Ballkanit Perëndimor po diskutohet integrimi gradual i shteteve të Ballkanit. Në fokus të diskutimeve në samitin e Tivatit në Malin e Zi, mes liderëve të shteteve ballkanike dhe atyre nga Bashkimi Evropian është thellimi i integrimit gradual të shteteve të rajonit në familjen evropiane. Aktualisht këto shtete ndodhen në faza të ndryshme të procesit të anëtarësimit, Mali i Zi dhe Shqipëria janë më përpara në këtë rrugtim. Sipas propozimit të kancelarit gjerman Friedrich Merz, shteteve ballkanike dhe Moldavis duhet t'u jepet statusi i vëzhguesit si formë kalimtare për afrimin në Bashkimin Evropian, ndërsa Ukraina duhet të jetë anëtare asociuar pa të drejtë vote dhe pa të drejtë vetoje. Überfällig ist zu besprechen. Präsident Macron und ich haben einen konkreten Vorschlag. Unë dhe presidenti Macron kemi paraqitur një propozim konkret se si mund të ndërmarrim hapat e ardhshëm, si mund ta lehtësojmë zgjerimin me shtetet e Ballkanit Perëndimor në veçanti. Bashkimi Evropian duhet të tregojë se është i aftë dhe i gatshëm të zgjerohet. Sigurisht ka një numër pyetjesh që duhet të përgjigjemi, pyetje që duhet të përgjigjemi së bashku, por mbi të gjitha duhet të jetë e qartë se kjo pjesë e Evropës i përket Bashkimit Evropian në planin afatgjatë. Dhe fakti që nuk kemi pranuar asnjë antar të ri për 13 vjet, tani tregojnë se mangësitë qëndrojnë edhe te Bashkimi Evropian. Dhe kjo është ajo që duam të kapërcejmë sot.
Ky propozim u përkrah edhe nga presidenti francez Emmanuel Macron. Mais avec un processus qui est rythmé, nous avons proposé avec l'Allemagne. Ne kemi propozuar së bashku me Gjermaninë një proces integrimi gradual që parashikon që kur një vend ka përparuar me reformat, të mund të fillojë të integrohet në formatet e Bashkimit Evropian. A avancé et a réussi à intégrer l'acquis communautaire dans un sujet. Perspektiva e zgjerimit është shumë e rëndësishme edhe nga një këndvështrim gjeopolitik, sepse dhe në këtë rajon është në lojë pavarësia e Europës, në nivelin e energjisë, në atë të sigurisë dhe të rrugëve migratore. Sipas Gjermanisë dhe Francës, qëllimi i kësaj nisme është jo zëvendësimi i procesit të antarësimit, por thjeshtimi i negociatave, hapja më e shpejtë e kapitujve, kur për këtë ekzistojnë rekomandime pozitive nga Komisioni Evropian. Merz dhe Macron theksojnë se duhet hartuar një strategji për të përshpejtuar reformat dhe për të mundësuar qytetarëve të shteteve kandidate që të ndjejnë përfitimet konkrete nga integrimi evropian edhe para pranimit formal në Bashkimin Evropian. Në dallim nga samiti i mbajtur në muajin dhjetor të vitit të kaluar, në samitin e Tivatit merr pjesë edhe presidenti serb Aleksandar Vučić, të cilit ju rezervua një takim i veçantë nga Ursula von der Leyen, Antonio Costa, Macron dhe Merz. Bashkimi Evropian i ka paraqitur disa kushte Serbisë për të vijuar me procesin e negociatave. Ardha e Vučić në këtë samit u shoqërua me tensione në rritje me Malin e Zi. Tre armë mes të cilave dhe Kalashnikov që mendohet jetë përdorur për vrasjen e efektivit e Nea Mekolli janë gjetur në stanin ku ishte fshehur Violant Braçellari. Tre armë zjarri ka gjetur policia në stanin ku ishte fshehur Violant Braçellari në fshatin Lozhan të Maliqit. Gjatë kontrollit uniformat blu kanë gjetur një çifte, një pushk model 56 dhe një Kalashnikov. Me këtë të fundit, 43 vjeçari qëlloi në drejtim të uniformave blu. E përpasoj, mbeti vrar efektivi shqiponjave e Nea Mekolli, ndërsa u plagos kolegu i tij, Edison Adri. Gjatë këtij sulmi, sipas hetimeve, ai ka përdorur të gjithë municionin që posedonte. Në operacionin për kapjen e të kërkuarit, nuk u përfshin forcat speciale. Nga hetimet e AMP-s, ka rezultuar deri tani se nuk ka patur shkelje në procedurat dhe protokollin e ndjekur nga Blut e Korçës. Sipas hetimeve, vlerësimi ka qenë korrekt për rrezikshmërinë e Braçellarit, nisur nga fakti se ai ka qenë i dënuar për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike dhe jo për vepra të rënda penale që lidhen me jetën. Në këtë ngjarje mbeti i plagosur edhe vet autori, pasi gjatë aksionit pati shkëmbim zjarri. Të dy të plagosurit, si Braçellari ashtu edhe efektivi shqiponjave Adri, u transportuan drejt spitalit të traumës në kryeqytet për ndihmë të specializuar. 43 vjeçari ishte parë në fshatin Lozhan mbrëmjen e së mërkurës, ndërsa denoncimi në polici e ka bërë një bari i zonës pasi kishte patur një konflikt me Braçellarin. Ky fundit ishte në kërkim që prej vitit 2016, ndërsa gjykata e kishte dënuar në mungesë me rreth 10 vite heqje lirie. Mësohet se ai ka shpëtuar disa herë policisë, ndërsa ka qëndruar i fshehur në zona të ndryshme të juglindjes. Presidenti Begaj, zëvendës kryeministre, drejtues të policisë Misho Kolegi dhanë lam të mirën efektivit të vrarë në fshatin Lozhan të Maliqit me kërkesë të familjes e Nea Mekolli prehet në fshatin e tij të lindjes. Familjarët, kolegët, miqt, përfaqësues të institucioneve dhe qytetarë të shumt i dhanë lam të mirën dëshmorit të dheut efektivit e Nea Mekolli. Ceremonia e homazheve u zhvillua në ambientet e qendrës kulturore të Pogradecit. I pranishëm ishte edhe kreu i shtetit Bajram Begaj. Ngushëllime për humbjen e efektivit shprehu edhe zëvendës kryeministrja Albana Koçiu. Ajo kërkoi më shumë reflektim shoqëror dhe përgjegjësi nga institucionet. Është një nga ato ngjarje të cilat na bëjnë të reflektojmë thellë mbi sakrificën dhe mbi përgjegjësinë që ushtrimi i kësaj detyre mbart. Në homazhe mori pjesë edhe kryepolici Skënder Hita, si dhe drejtues të tjerë të policisë së shtetit. Me kërkesë të familjarëve, trupi e Nea Mekollit do të prehet në fshatin e tij të lindjes në Blac dhe jo në varrezat e dëshmorëve.
Në këtë mënyrë, u nderua Mekolli, i cili ra në krye të detyrës. Në përfundim të ceremonisë, familjarëve ju dorëzua flamuri shqiptar, kapelja dhe certifikata e dëshmorit të atë dheut. 34 vjeçari mbeti i vrarë nga sulmi me armë zjarri i të kërkuarit nga policia, Violant Braçellari, gjatë operacionit për kapjen e tij në fshatin Lozhan të Maliqit. Në gjykatën e posaçme zhvillohet seanca e parë ndaj ish presidentit Ilir Meta dhe ish bashkëshortes tij Monika Kryemallി, procesi i cili po zhvillohet me procedurë të zakonshme. Në nisje, relatori i trupës gjykuese tha se gjykata rrezon kërkesën për transmetimin live të procesit, duke vlerësuar se kërkesa për gjykim publik plotësohet nga prezenca e gazetarëve dhe mundësia për të raportuar mbi gjyqin. Ilir Meta deklaroi se nuk ka asnjë arsye që kjo seancë të mos zhvillohet live, ndërsa kërkoi që të mos qëndrojë në kafazin e qelçt, por dhe kjo kërkesë u rrëzua nga trupa gjykuese. Meta e Kryemallि akuzohen nga SPAK se janë përfshirë në korrupsion, pastrim parash dhe mos deklarim të pasurisë. Një aksident i rënd ka ndodhur këtë mëngjes në afërsi të fshatit Vergo në Delvin, si pasojë ka humbur jetën një 19 vjeçar dhe janë plagosur 3 të tjerë. 2 automjetur përplasën dhe përpasojë një prej tyre doli nga rruga dhe është përmbysur. Një tjetër Audi ka pësuar dëmtime të rënda. Sipas informacioneve paraprake, shkak dyshohet të jetë bërë një parakalim i gabuar. Rëshqitja e një masivi dheu ka rrezikuar banorët e 2 pallateve në zonën e Currilave në Durrës. Situata alarmante në zonën e kodrës së Currilave në Durrës. Rëshqitja e një masivi dheu nga kodra ka vënë në rrezik banorët e 2 pallateve. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të kësaj të premteje, ndërsa sa kanë dëgjuar zhurmën, banorët kanë lënë shtëpitë e tyre. Sipas tyre, prej kohësh ka patur shenja të paqëndrueshmërisë së terrenit, ndërsa situata është përkeqësuar pas rreshjeve të ditëve të fundit. Siç e shihni, kisha ra kodra, si snodhi, ka shniqur vetëm zhurma kur një zhurmë e tmerrshme. Edhe kjo ka alarmuar njerëzit që ishin në hotel, që kanë dalë. Këtë bësh me malin, çfarë bësh me malin? Mund të bëj vit për vit, kjo punë ka vit për vit. Nuk është era e parë. Jo. Ne po të ndalë pa ardhë, po erdhi policia faktikisht. Po, nitëm ke makina, se ku do shkojshe? Në aty, ne jam në katë të tretë. Jo, nuk kemi kthyer akoma. Banorës kanë hyrë asnjëri në për shtëpitë e tyre. Çfarë do bëhet? Tash shteti e ka ndorë këtë punë. Rëshqitja ka sjellë probleme edhe në furnizimin me energji elektrike. Në dieni të gjendjes janë edhe autoritetet lokale dhe sipas tyre do të duhet një zgjidhje afatgjatë në mënyrë që mos të ketë më rrezik në këtë zonë. Në terren janë edhe ekspertët që do të bëjnë vlerësime teknike dhe gjeologjike për të përcaktuar edhe shkakun e këtij rreziku. Indeksimi i pensioneve mund të bëhet në qershor ose në korrik. Ministri i Financave Petrit Malaj sqaroi në një konferencë për shtyp se vendimi pritet të merret nga qeveria në bashkëpunim me Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Pensionet mund të indeksohen brenda këtij muaji ose në fillim të korrikut, ndonse ende nuk ka një vendimarrje sipas Ministrit të Financave Petrit Malaj. Kjo është një çështje të cilën ne jemi duke diskutuar me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, kjo dhe për shkak të realizimit të ardhurave. Kemi krijuar hapësirat e nevojshme buxhetore për të krijuar mundësinë që të afrojmë procesin e indeksimit nga muaji tetor në muaj qershor apo korrik. Megjithatë, kjo është një çështje vendimarrje, të cilën besoj do ta ndajmë me juve sapo të kemi dakordsinë me Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore. Në konferencën për gazetarët, ku bëri një bilanc mbi ecurinë e treguesve makroekonomik dhe fiskal, Ministri Malaj deklaroi se procesi i rivlerësimit të pasurive po ecën me ritme pozitive. Në vetëm 2 muaj që nga momenti që ka filluar ky proces, të ardhurat e realizuara në buxhetin e shtetit kapin shifrën e 3.9 miliard lekëve, apo rreth 40 milion euro, çka në fakt dëshmon një interes të lartë të qytetarëve për këtë proces, por nga ana tjetër duke kontribuar edhe në rritjen e të ardhurave buxhetore.
Edhe projekt ligji për sigurimin e detyrueshëm të banesave pritet të kalojë në qeveri së shpejti. Projekt ligji tashmë është ndarë me gjitha ministrit dhe ne jemi duke bashkërenduar me ministrit në lidhje me ndryshimet më të fundit që do t'i bëjmë këtij ligji. Shpresojmë që brenda 6 mujorit të parë të këtij viti, pra deri në fund të muajit qershor, maksimumi deri në korrikt, kemi mundësi ta përcjellim në qeveri për miratim ligjin për sigurimin e detyrueshëm. Sipas Ministrit të Financave, Shqipëria vion të ruaj nivele të ulta inflacioni krahasuar me vendet e rajonit dhe mesatarin e Bashkimit Evropian. Bordi i Transparencës ka ndryshuar sërish çmimet e karburanteve, këtë herë duke ulur ato krahasuar me një ditë më parë. Nafta do të tregtohet me çmim maksimal 192 lek për litër, 3 lek më pak se niveli vendosur të enjtën, edhe benzina është ulur me 3 lek për litër duke zbritur në 172 lek. Lëvizjet pasojnë luhatit e çmimeve në tregjet ndërkombëtare të naftës. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara miratoi një paketë re mbështetje për Ukrainën. Votimi u sigurua falë mbështetjes së demokratëve dhe një grupi republikanësh që u shkëputën nga linja e partisë. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara miratoi një paketë të re mbështetjeje për Ukrainën. Demokratët dhe republikanët bashkuan votat duke miratuar projekt ligjin e njohur si Akti i mbështetjes për Ukrainën. Projekt ligji u miratua me 226 vota pro dhe 195 kundër, pasi për muaj të tërë kishte mbetur i bllokuar në Kongres. 18 republikan dolën nga arreshtimi Trump duke votuar pro. Paketa parashikon mbi $1 miliard ndihmë për Kievin, si edhe deri në $8 miliard kredi direkte për mbështetjen e ekonomisë të mbrojtjes ukrainase. Ajo përfshin gjithashtu sanksione të reja ndaj Rusisë, duke goditur sektor financiar, energjetik dhe të minjerave, si edhe zyrtar rus. Ambasadori e Ukrainës në SBA e cilësoi votimin si një hap të rëndësishëm që dëshmon vazhdimin e mbështetjes dypartjake për Ukrainën. Megjithatë, që projekt ligji të bëhet ligj, duhet të miratohet edhe nga Senati, ku drejtuesit republikan dhe britanik kanë shmangur hedhje në votim të nismave të ngjashme, duke pritur orientimin e presidentit Trump. Edhe në rast miratimi, kreu i shtëpisë së bardhë pritet ta vërë veton. Që nga rikthimi Donald Trump në presidencë në janar të vitit 2025, ndihma amerikane për Ukrainën është ngadalësuar ndjeshëm, ndërsa negociatat për paqe mes Kievit dhe Moskës vazhdojnë të mbeten pa rezultat. Inteligjenca artificiale po ndryshon ekonominë dhe jetën e përditshme, por konstoja e saj mjedisore po bëhet gjithnjë e mëdukshme. Brenda vitit 2030, inteligjenca artificiale do konsumoj ujin e nevojshëm për 1.3 miliard banor të tokës. Konsumi i energjisë përllogaritet në 945 teravator elektricitet, që në terma të tjera është energjia e nevojshme për 650 milion banor, që jetojnë në Pakistan, Bangladesh dhe Nigeri së bashku. Të dhënat janë bërë publike nga një raport i OKB-s mbi kostot mjedisore të inteligjencës artificiale dhe gjurma e saj në ujë, ajër e tokë. Këtu përfshihet gjithë zinxhiri i nevojshëm për funksionimin e inteligjencës artificiale, përfshirë ndërtimin e data center, përdorimi i saj normal e deri tek mbetjet elektronike. Studimi ka analizuar raste reale të ndodhura, ku një ndërto është çështja e Irlandës, ku janë realizuar shumë data center pra fabrika të mirëfillta për AI, e ku në 2023 kanë konsumuar 21% të elektricitetit, duke tejkaluar atë që konsumon popullsia urbane. Gjithashtu edhe rasti i Uruguayt, ku projektet për një data center me konsum të lartë hidrik përkuan me thatësirën ekstreme në vitin 2023, ku u shtëruan rezervat e ujit të ëmbël në Montevideo, duke e bërë edhe ujin e rubinetit jo të pishëm, pasi uji përdoret për procesin e ftohjes së procesorëve të inteligjencës artificiale. OKB thekson gjithashtu se raporti nuk është një akuzë ndaj AI, por transformimi teknologjik kërkon një apel për përdorimin e saj me përgjegjësi dhe plane të mirëfillta për rregullimin dhe evitimin e impakteve të padëshiruara për ta bërë gjithë industrinë të përshtatshme ndaj mjedisit. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët.